Përshëndetje miq dhe në veçantim mikesha të mijat, mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it. Sot do flasim për thonjt, sigurisht jo për aspektet estetike apo për trendet e fundit, pasi fokusi i kanalit ton është pikërisht të diskutojmë për çështje që lidhen drejt për drejt me shëndetin, mirëqenien dhe sigurinë tonë. Sot do flasim për ato gjëra që duhet të kemi parasysh në momentin që shkojmë tek estetistja për të dukur më bukur. Sigurisht që ka estetiste pa fund, sallone nga më të ndryshme, të disa janë shumë të bukura me ato ngjyrat e këndshme, por jo detyrimisht kjo garanton siguri për shëndetin tonë. Prandaj do jap disa këshilla të cilat duhet të merrni në konsiderat. Nëse jeni kurioz të dini më tepër, ju ftoj që ta ndiqni videon deri në fund. Gjëja e parë fare që duhet të kemi kujdes në momentin që shkojmë për të bërë thonjt ka të bëjë me kushtet higjieno-sanitare. Sigurisht që duhet jetë ambienti i pastër si duhet të ketë ventilimin e përshtatshëm për largimin e plurave dhe kimikateve që dashje pa dashje do të shërohen në momentin që do të lyejmë thonjt apo do të përdorim xhelera, kolorante etj. Por patjetër që duhet të kemi kujdes edhe masat e sigurisë individuale, që do të thotë nuk mund të përdorim të njëjtat mjete një përdorimshme të njëjtat persona. Cilat janë mjete një përdorimshme? Minimalisht lima dhe bufferi janë disa produkte të cilat duhet të përdoren vetëm tek një individ dhe më pas të hidhen poshtë. Pra, të fundja fare po ta mendoni nuk është se kushton asgjë, një lim ditët e sotme. Sigurisht pra duhet të jetë një përdorimsh. Duhet që gjithashtu estetistja të dezinfektoj duart nga klienti në klient dhe të përdor doreza të një përdorimshme përsëri për të garantuar siguri dhe ç'është e rëndësishmja ka të bëjë me sterilizimin e mjeteve të cilat nuk janë një përdorimshme. Tani, ndoshta shpesh që shikoj në estetiste që përdorin alkool. Alkooli është dezinfektant. Është një dezinfektant i mirë patjetër, por dezinfektimi arrin deri në një përqindje të caktuar të eliminimit të baktereve dhe të viruseve, të cilat mund të transmetohen pikërisht në momentin që do të bëjmë një procedurë të rregullimit të thonjve. Por ka dhe shumë viruse dhe bakteret të tjera të cilat mund të transmetohen nga klienti në klient dhe për këtë do të na duhet sterilizimi i cili shkon në një pastrim, eliminim akoma edhe më të thellë. Për sterilizim duhet patjetër të kemi përdorim të autoklavës. Shikoni nëse estetistja juaj mban një autoklavë aty dhe sigurisht nëse mbi të gjitha e përdor atë, nëse mjetet janë të sterilizuara si duhet. Akoma më keq pastaj ndodh që shumë estetistë përdorin edhe acetonin apo çngjyruesin e ngjyrës së thonjve si dezinfektues. Kujdes! Acetoni është thjesht një çngjyrues dhe nuk dezinfekton fare, që do të thotë në rast se përdoret acetoni, nuk po siguroni asnjë lloj mbrojtje minimale për shëndetin tuaj. Keni parasysh që është shumë e mundshme që të transmetohen infeksione nga më të ndryshme në momentin që shkojmë për të bërë thonjt, viruse, baktere, madje edhe myqe për thonjt, prandaj përdoren dhe antimikotikët, por është shumë e rëndësishme të kemi parasysh edhe diçka që shpesh herë kemi dëgjuar në media dhe mundësinë e transmetimit të viruseve shumë të rrezikshme që na trembin, siç është për shembull HIV-si. Duhet thënë se risku për transmetimin e HIV-sit nuk është i mundshëm, pothuajse inekzistent, por që kjo nuk do të thotë që nuk duhet të merren masat e sigurisë, për arsye se ka infeksione të tjera kronike të rrezikshme, sikurse janë hepatitet, që ndonse me risк të ulët, por mundësia e transmetimit ekziston. Pra, është e mundur që të marrim hepatitin në momentin që neve bëjmë thonjt. Prandaj duhet të merren këto masa të duhura të higjienizimit, të dezinfektimit dhe të sterilizimit të mjeteve. Një vëmendje veçantë duhet kushtuar pastaj edhe procedurave në momentin që neve do të bëjmë thonjt. Mos i hiqni kutikulat ose kujdes në momentin që bëni pastrim të kutikulave, të mos bëhet në mënyrë agresive që të mos kemi mikrolezione dhe të mos hapet rruga pikërisht të transmetimit të këtyre infeksioneve. Dhe kujdes pastaj edhe me hollimin e thonjve. Jepini thonjve tuaj natyral kohë për të marrë frymë dhe mos i holloni shumë ato. Por gjithashtu një vëmendje veçantë duhet i kushtohet edhe produkteve të cilat do të përdoren për arsye se duam apo nuk duam ne, do të jenë xheli, llaku apo ngjyruesit e tjerë që përdoren në momentin që neve do të bëjmë thonjt, patjetër që mund të kenë kimikate që mund të jenë të rrezikshme për ne, duke filluar që me efektet afatshkurtra, të alergjive të ndryshme, reaksioneve të ndryshme, por tek efektet afatgjata ku një ekspozim i vazhdueshëm ndër vite
mund të çojë gjithashtu në mundësinë e shfaqjes së kancerit. Pra është ngritur edhe kjo lloj hipoteze. Dhe për të qenë të sigurt, pra duhet të kemi përdorimin e produkteve të cilat do të jenë të certifikuara së pari, dhe së dyti, edhe për sa i përket marrjes përmes rrugës respiratore, duhet të kemi ventilimin e përshtatshëm të ambientit. Sigurisht edhe vetë estetisja duhet të marrë masa mbrojtëse vetjake, që do thotë të përdor doreza, të përdor maskë, të mbaj veshje të cilat më pas do t'i heqë nga trupi i saj në momentin që mbaron punën, pra janë ato përparëse të posaçme, pra duhet të ketë dhe masat për veten e saj dhe jo vetëm për klientët. Një problem tjetër që lidhet me bërjen e thonjve ka të bëjë edhe me përdorimin e asaj furrës për ngrihen e xhelit dhe të manikyrit. Kujdes, përgjithsisht këto përdorin rrezatimin UV, i cili mund të jetë pa aq i rrezikshëm sikurse edhe rrezatimi UV në momentin që bëjmë plazh. Pra ne kur shkojmë në plazh çfarë bëjmë? Përdorim të gjithë SPF-n për mbrojtje nga rrezatimi UV, i cili potencialisht mund të rrisë riskun për kancer. Atëherë njëjta gjë vlen edhe për këto furra të UV. Sigurisht që do të rrisin riskun, tani masat janë ose përdorimi i furrave me LED, që janë një alternativë më e sigurt, por që përgjithsisht nuk preferohet shumë sepse nuk ka të njëjtën fuqi të pjekjes thonjza të manikyrit të përgatitur. Por gjithashtu kemi edhe disa furra të posaçme, të cilat janë me rrezatim UV që nuk reagojnë fare te pjesa e lëkurës, por vetëm tek thonjtë. Ka disa doreza të posaçme që mbulojnë pjesën e lëkurës dhe do të veprojnë vetëm te pjesa, do të lejojnë pra që të veprojnë rrezet vetëm tek pjesa e thonjve. Por në rast se nuk i kemi kushtet për të pasur këto mjete kaq të specializuara, minimalisht çfarë do të bëjmë? Do të përdorim kremin SPF, mbrojtës të rrezatimit UV, konkretisht 30 ose 50, të paktën 15 deri në 20 minuta përpara se të fillojmë procedurën e bërjes së thonjve. Disa këshilla të fundit që do ju jepja të gjithave është që së pari të zgjidhni një estetiste e cila duket që ka kushte të mira higjieno-sanitare dhe është sistemuar ashtu sikur se duhet. Mos keni turp që të pyesni lidhur me autoklavën, nëse e ka apo jo dhe nëse sterilizohen vërtet mjetet. Sigurisht që bëhet fjalë për shëndetin tuaj dhe nuk ka turp në këtë mes. Dhe për të qenë akoma dhe më të sigurta dhe të qeta me veten tuaj, pse jo të merrni mjetet një përdorimshe tuaja personale apo edhe ato jo një përdorimshe, ti mbani dhe ti merrni me vete sa herë që shkoni te estetistja, në mënyrë që të përdoren vetëm për ju, të mos kemi pra këmbimin e mjeteve nga një person të një tjetër. Dhe kjo ishte videoja për sot, miq. Shpresoj shumë që informacionet që t'ju kam dhënë t'ju shërbejnë si këshilla të vlefshme që t'i mbani në konsideras herë që do të shkoni për të bërë thonjt. Gjithashtu ju ftoj që t'i bëni like dhe ta ndani ato me mikeshat tuaja në mënyrë që ato të jenë të mirë informuara për arsye se është vënë re se shpesh ky lloj informacioni lidhur me sigurinë gjatë bërjes së thonjve nuk është se është shumë i përhapur mes vajzave. Gjithashtu ju ftoj që të bëni subscribe në kanalin tim në mënyrë që të mos humbisni përditësimet e mia të tjera. Bashkë do të shihemi në videon e radhës dhe deri atëherë ju uroj të gjithëve shëndet.